Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk kam asnjë ndjenjë për familjen time. Jam 29 vjeçe dhe nuk ndjej asgjë për familjen time. As dashuri, as mall, as zemërim të fortë, vetëm një boshllëk të ftohtë. Kur i mendoj prindrit, motrën apo vëllain, nuk më vjen ndërmend fjala familje, por njerëz të largët sikur të mos kishim ndarë kurrë të njëjtën shtëpi. Kjo nuk ndodhi papritur, nuk u zgjova një ditë dhe vendosa të mos i dua më. Kjo ndjenjë u ndërtua ngadalë që nga fëmijëria si një mur që u ngrit tull pas tulle, pa zhurmë, pa dram, por me shumë mungesë. Prindrit e mi punonin vazhdimisht, ishin gjithmonë të lodhur, gjithmonë të zënë, gjithmonë me mendjen diku tjetër. Nuk më kujtohet të më kem pyetur ndonjëherë si ndihem vërtet. Ushqimi ishte gati, rrobat ishin të pastra, por prania emocionale mungonte. U rita duke kaluar orë të tëra vetëm, duke mësuar herët të mos kërkoja asgjë nga askush. Kur isha fëmijë, mësova se të qash nuk ndryshon gjë. Të flasësh për frikën apo mërzinë tënde është humbje kohe. Askush nuk ishte kohë për to. Kështu fillova t'i mbaj gjërat brenda, të mos lidhem, të mos pres, të mos shgënjehem. Motra dhe vëllai im kishin jetën e tyre. Nuk u krijua kurrë një lidhje e vërtet mes nesh. Nuk kishim kujtime të përbashkëta që të na mbanin afër. Secili u rrit në vetminë e vet, në të njëjtën çati, por në botë të ndryshme. Sa më shumë rritesha, aq më shumë e ndjeja këtë ftohtësi brenda meje. Ndërsa shija shoqjet e mia që flisnin me dashuri për prindrit, që ndiheshin të mbështetur, unë ndihesha si një spektatore. Nuk i kuptoja ato ndjenja, nuk më dukeshin reale. Kur fillova të bëhesha e pavarur, familja ime nuk më ndihmoi. As financiarisht, as emocionalisht. Përkundrazi, çdo vendimi im u shoqërua me gjykim. Asgjë nuk ishte mjaftueshëm mirë, as puna, as zgjedhjet, as mënyra si jetoja. Dhe kur fillova të fitoja vetë, papritur filluan kërkesat për para. Jo si ndihmë, por si detyrim. Nuk më pyetën kurrë si ja dola. Nuk më pyetën sa e vështirë ishte. Vetëm prisnin. Dhe unë që kurrë nuk isha marrë, unë ndjeva edhe me e largët. Si të isha thjesht një burim dhe jo një vajzë, apo një motër. Sot kur i takoj flas me mirësjellje. Nuk ka urrëtie, nuk ka shpërthime, ka vetëm distancë. Një mur që nuk kam energji ta shëmb. E di që nga jashtë mund të dukem e ftohtë, ndoshta edhe mos mirënjohësa. Por e vërteta është se nuk mund të jap dashuri aty ku nuk ka marrë kurrë. Ndonjëherë pyes veten nëse di të dua vërtet. Nëse kjo ftohtësi do të më ndjek gjithë jetën. Por pastaj kuptoj se nuk jam bosh. Jam thjesht një njerëz që u rrit pa u ndier i parë, i dëgjuar, i mbajtur. Familja ime është gjaku im, por jo lidhja ime emocionale. Dhe sot, për herë të parë, nuk ndihem fajtore që e pranoj këtë, sepse mungesa e ndjenjës nuk është zgjedhje, por është pasojë.